Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Tugagjini. Bashkë po takohemi edhe sot në Kosova tjetër. Sot kemi arë në fshatin Dumnic e Mesme, fshat ky në komunën e Vushtres. E kam kënaqësinë për këtë fshat të njihemi më nga afër me njërin nga banorët e këtij fshati, Ajet Ismaili. Përshëndetje zotëria Ajet, faleminderit që na pritët fillimisht. Faleminderit për juve që keni ardhur. Apo më tregon pak çush po shkon dita, çush po kalon, çush jemi as pare. Dita po shko mirë. Ramazan po mirë po shko dita, zërës po na vjen, të na mirë, në rregull. Jeni edhe me agjerim? Po, me agjerim. Po. Mirë, inshallah zoti ka poll. Gjithë inshallah. Atëherë gjatë na kemi arë këtë sot edhe po dojmë me njoft për nga afër këtë fshat, apo na tregon pak për Dumnicën. Ndohet fillimisht në 3 pjesë. Po, 3 pjesë, Dumnica e Olt, Dumnica e Mesme dhe Dumnica e Epërme. Ne momentalisht jemi në Dumnicën e Mesme. Po. Gjithmonë ka qenë kjo ndarje apo është bu më vonë? Gjithmonë ka qenë. Ju jeni i lindur edhe... Lindën jemi këtu. Edhe këtu keni vazhdu me jetu gjithmonë? Tash, tek qyro momente se shumica veç po dalin, po ecin, trit, gjeneratët e reja po ecin, e të mëshmit, vëllai jo, po ecin do, dhe non, vetëm po, nuk është bashkë e mirë, me gjithë se unë e kom jetesën e mirë, unë jo me djelë, 3 kom djemë, 2 kom, 1 kom në Angli, 8 e kom për lisë, të madhin, me të vogrinë më punon në shkollë, rejën e kom këty, me të natë mirat. Jo me dhonë fjallë, po argumentet gjalla se më konë diçka të thëmë, asë më këshyrin, ose po, unë deri në momentin jam fort mirë, jam i kraqën. Po, apo më tregon pak në këtë vend, sa është i braktisën, sa për e lojnë këtë vend? A është që jetu shumë fshati Dumnice e Mesme? Këtë jetesa është e mirë, o kone dhe është e mirë, të u ka qatë përnësh që përnën me grunë, misër e grunë e këtë theshe, të na i banë, fije. Rruga është në 2004 që mas lute i e kena shtru në asfalë. Tash është, ja ka njësë pe fillimit, pe Dumnice Sepël, dhe në tezën e vetet e, ka më shkuar të ojdisë, veç e po të rrugën, po të rritë janë të dalë, po blenë banesa, dojnë shkuar në përëndim, drejtën me thonë, që kjo. Pse po mendon që po dalin kaq shumë të rritë? A ka ndonjë arsye apo? Apo kje shef me të treguar drejtën a mjur raj. Jo, drejt tregona. Unë po kallëzoj që mas mendimin tem, nas të kam gabim, dhe shumë mitë se njën të nguhe gratë. Gratë janë të nguhe. Se sen këtë nuk mungën. E pse po thu gratë pishtin me dalë jashta? Po ishtin se, për shembull, unë me dalë, me grue, këshia, vlovë, tjetër, pse dulë, këtë dalë edhe hëne. Qështë të, mas njështë, të shuhe. Tjetër, sen s'ko se, sen nuk mungo këtu. është edhe shkolla në apo? O shkolla, me tëna me mirë që ujdisë para 2-3 vjetë. Se, apo mesh, tëna të mirat janë. Rruga është, interneti po. Këtë ujtë, me zese si komuna, pak na ka shgënjyë se drejtë me honë fjallë me folë bajat, nuk po me thonë, veç si vjetu që 12 vjetë, 13 vjetë kena cevat e ujtë edhe nuk e binë ujtë. Qitash kryetari, o konë për zjedhe, kur i kam vjë zjedhet, orë, unë nuk im konë ato bimë, se i kom po vjetësion, ju ka honë me të nëntin, o konë dita e zjedhere. Unë e thash djali temës, për çfarë për bobë? Letë u punë, e nëndë thash është dita e zjedhere, s'ka ujë, e kanë krye kur gjithë, që e qështu. Pos që ta ujë që nuk e kena, është mungesë, tjera ta në i kena. Kanalizimin që të drejtë me unë e kanë nënë gjysë, a i kryetari, Feriti, unë e gjë Feritin, ajo konë arsimtar, ta një konë drejtar, ja ta është kryetar. Po do sene nuk janë të punu e mirë. Mirë po kryesisht, kushtet ekonomike në fshat janë të mira për jetë. Qaj që dënë me jetuet sen se mëngon. Qaj që dënë, ma mirë ko këty se në qytet. Unë e kom vetë djallin banes, që ko shpinë për masë, djallin e madhë, atë përicin. Kejtë mrena është e bo me meremet, me kalon kejtë, me televizor, me kejtë, u shku në fushë Kosovë, bili pa 2 ditë e kesh një ftalë, në 8-4 mënësi që në gjithëm, u banë mu ka shkojmë rrugës deri në 6, nuk pojtë me shkuhe, se Kallablank fushë Kosovë, e të natë mirë. E ju, a keni menu në herë me shku me dalë, ose në Vushtre, ose në qytet, në fushë Kosovë, ose në shta dhe vite ma herët? Qëre, unë nuk e menue, në kanë desë me menue, isha dalë ma herët.
i në konsenet pak ishëm dalë. Po s'ku menu kur me dalë. Nuk ju ka po përshtypje me lon vani? Edhe nuk menoj kur që e kom djalin, e kom me to që jam, meri. Sot me dalë aj, unë i kom honë, unë nuk vi. Që ty kume, se drejt e më honë edhe gruja më ka dekë pra 3 vjetë, që ty ri vetëm se nuk i prestat në ati ambienti. Këty e kom ma lijet që ja, pishe, am taku të poshtë e ti. Po. Dal. Jeni fort, këgja një rrugë e kështë gofër me blej ushqim. Te në Dumnistë për shkoj kom, në Vasel shkoj kom, drejt e më thonë, që mërë me shkon banes me himenet aty, së më i ri, drejt e më thonë. Dash me mojt bakti i manë, ose pule, ose shka të dënë, me shka dush, zdeshte, rrenë, dash me përnu të ukën, e përnu zdeshte, se përnan. Me qka banor që jetojnë këtu, kryesisht me qka merën? A merën hala me bujtësi, me blektoria, jo? Valojnë jo, drejt e më Nuk ka shumë. Jo s'ka gati kanë hiç këtë, bakti që janë i pari nuk kam asnjë bakti. I ku mojt me lëpe, me bollica, me... Keni majtë kalumën? Po, ku mojt, krejt i ku mojt. E ku përnu të ukën, me dë kual, tash i kam 2 traktora, këtë mjetet, djelët i kanë, edhe që aj që në fushë Kosovë, aj polic, aj përnën këza shumë. Aj ka mjellë një 7 hektare, gruni ka mjellë, ka dhe për vjen 5 jetë. E na i kana mjellë me këtë vogrin, një hektare gjysë si vetë, edhe vetë i kana po të grunë, se jo. Këtë lagja, këtë kanë tokë, tonë kanë tokë, edhe kanë lanë, se përnojnë, e morën të këtë koshëri. A gjallë jam ka morë edhe për këtyre, vlasni lakut ka morë me përnojë. Se dojnë, 3 se dojnë. Shkojnë balesë, dalën për jashtë, nuk përdojnë. Po qyshe ka kujton ti këtë fshatën të kalumën? A ka qenë me ma shumë njerëz, a ka qenë një atmosferë ma ngrohtë? Qyshe monë men prej vite më parë? Unë këto qyshe monë men, s'fa knasi e u konë këtë, sot është për merim. Sot me kajtë gjithë të relume. Që të jena që vlasni vlaket, një musafir kërë ordin atë botë e tonë, kena nejtë, kena pi qaj, kena luë filgjonas, u konë knasi, tash tonë të relume, edhe qaj që mytë, si i leshi sa dhe post në dek, 2 ditë, 3 ditë edhe përfundon, veç edhe këto gati veç ka, këta 30 minguve veç duhet edhe milon, për qatë mendim janë të shkuve, po edhe na ditë në atë mos veç sajtë jena, nas të mojme se nuk e besaj. E pse po mendon, apo mendon se kjo po ndodh prej gjeneratës në gjenerat që po janë ndryshimet? Gjeneratat e reja, se po të kam vetë drejtë me honë po pritojnë. Po pritojnë, nuk o t'i shka, po pritojnë. Muë më ka deke baba, që 40 vite, me 22 dhjetori ka bo 40 vite. 6 javë ditë e ku majtë pamit. Plus më ka dek vlov, ka vjen e ka në thirë o kom titograd, ka vjen u mytë me vlov të grus e me një shok të vetin, mas 6 javë e ka në gjithë, edhe 6 javë e ka në majtë pamit, gati 3 muj ditë. Sëtë së në gjendje mi majtë për bo, për vlov, a kjo a tërë 3 ditë mësë mi majtë. Se di shkënë për pa me këtë veç, këta tritë, ju ka hopi interesimi që ashtë, po këtojnë që i kanë me meta gjithë i. Se njeri që ka lindë edhe ka me vdekë, po herë kur tek veç për një din. Po shqyqyr që desëm në ples të jesi gjeneratat e reja. Cili do t'ishte një mesazh, themi për këto gjeneratat e reja, cili do t'ishte nështë një mesazh për juve, për me vazhdu me urujt këto traditat e këto kulturat tona? Unë mesazh mas pori kësha bo këtyne trive, që mës me bo dorë me dalë jashtë. Shkon, se përserit unë më konë në Angli, të djoli e kom djoli në Angli që 30 vjetë. Për zdo ditë që më shku me tonë punë, që s'kësha mujtë me nejtë. Bukën u do kemi marrë me veti. E sot, unë në shë, më krenuan, thujnë, një njëri që kom po vetë, mosë më thujti mu që është jetë jesë tje. Këtë është porja, ka pak ma pak, po ka ma lezet, ma se fa, ma të tëna i ka janë këtë. E këta, po tanë, me hikë, milon babën, milon nonën, me ecë, apo me për të të sen. Unë i kisha bo apel, sa të mundë që të rritë, mos me shkuve. Qata që i shku për para lufte, e dim që shukon se të ata, ka një arsye. A sot, me thonë, djali jam, i lirë, punë, ku dush me gjithë, veç a jevë që përnën, e me thonë, për marë grunë e thminë, e përshkoj me jetuve, unë nuk kom jenë në të rukër këllisë. Gjaq, faleminderit shumë knatësi, s'pët marim edhe ty kohë dhe jema gjërim, mës mundoj ma shumë. Jo, s'ka kur gjithë, faleminderit për juve, se unë kom kësha pos halo, fjoll, halo, me thonë, po, që to si kryesore, s'po më duket, i hanë, po, i shala jeni të rritë mirë, veç, valloha nuk përshah mirë. Besojmë që bëhet mirë, pra.
Miro bo, Edhe ma mirë. miro bo se ma mirë kur nuk o konë. Kur nuk është asë njëri që më që dhe të jam i vorëfën. Në këna flenë, unë i kom hamë bukalamajt, që shpirë me bukalamajt e kom rritë, e me kumështë e me... Po je ma i fort tash. Po, sot tana i qesëm në tavalinë aty dhe zgjidhen fëmija vogël e fje dhe tonë të mjeku të krejt fje. E që së senesh. Të dashur miq, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër e ne bashkë takohemi përsëri nesër. Deri atëherë, tong tong.